Përshëndetje, jemi përsëri së bashku në emisionin Çfarë duhet të dini, si çdo të marrë nga ora 17 deri në orën 18. Në dy emisionet e kaluara kemi trajtuar disa problematika ndryshime në fushën e tatimeve dhe në fushën e sigurimit shoqërore. Kemi folur për deklaratën individuale vjetore, për afatet, për cilët punëmarrës kanë detyrim ligjor për të bërë deklaratën individuale vjetore, si do të bëhet ajo dhe çfarë penalitetesh ka nëse deklarata individuale vjetore nuk bëhet brenda afateve ligjore. Kemi folur për kompensimin mbi të ardhurat totale të pensioneve për të gjithë kategoritë e pensioneve. Kemi folur për rritjen e pagës minimale, cilat janë efektet financiare për çdo punëmarrës dhe punëdhënës dhe si përballohen ato deri në muajin shtator në të vitit 2026. Kemi folur edhe për ndryshimet në vitin 2026 për moshën e pensionit për burrat dhe për gruan, për vjetësinë e punës që kërkohet për të përfituar një pension pleqërie të plotë për vitin 2026, për burrat kërkohet 65 vjeç dhe për gruan 62 vjeç. Dhe vjetësia e punës si për burrin dhe për gruan do të jetë 39 vjet për të përfituar gjithmonë një pension pleqërie të plotë. Kjo është e rëndësishme dhe për shkak të ndryshimeve që pësoi ligji në vitin 2026 me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 828 për kompensimin e të ardhurave të pensionistëve. Tashmë sot ne do vazhdojmë të flasim, kemi thënë edhe gjatë emisioneve të kaluara që do të vazhdojmë të flasim për fushën e tatimeve, për ndryshimet që pësojnë në ligjet në fushën e tatimeve dhe në fushën e sigurimit shoqëror. Bashkë me mua sot, si çdo të martë, është edhe zoti Fatmir Ceci, ekspert në fushën e ekonomisë. Përshëndetje Fatmir. Përshëndetje. Mirë se erdhët në emisionin Çfarë duhet të dini. Ne Fatmir kemi folur tashmë në dy emisionet e kaluara, po kemi folur edhe më gjatë në fund vitin e kaluar për ndryshimet që pësuan disa ligje në fushën e tatimeve dhe në fushën e sigurimeve shoqërore. Ne sot do ndalemi në tatimin në procedurat tatimore, dhe kryesisht në ndryshimet që ka pësuar ligji për vitin 2026 dhe në ligjin për sistemin e qarkullimit të faturave të fiskalizuara. Nëse do të ndalemi fare pak për një kujtesë për teleshikuesit e emisionit Çfarë duhet të dini, dhe këtu gjerasin ti falenderoj edhe që na ndiqni, por edhe për sugjerime dhe për pyetjet e shumta që bëni në adresën e emisionit Çfarë duhet të dini. Këto ne na shërbejnë dhe na ndihmojnë për të përcaktuar edhe temat e emisionit për javët e ardhshme. Nëse do të ndalemi fillimisht në ligjin mbi sistemin e qarkullimit të faturave të fiskalizuara. Unë mendoj se është e rëndësishme për qytetarin. Për ditët e fundit kemi një ndërprerje dhe janë në dieni të gjithë tatim paguesit të programit të fiskalizimit të faturave. Çfarë pasojash kanë në bizneset dhe si do të veprojnë pikërisht për këto ndërprerje të këtyre ditëve të këtij programi? Ditët e fundit, ose më mirë të themi ka afro një javë që sistemi tatimor i fiskalizimit të fatura ose sistemi ose programi self-care që quhet nuk funksionon. Kështu që kjo është i lidhur me sistemin kombëtar të Akshit, Agjencia Kombëtare e Shërbimeve, dhe ka arsyeja se pse nuk funksionon, fillimisht ka qenë në heshtje, domethënë nuk është shpjeguar, por para 2 ditësh kjo agjenci ka filluar të shpjegojë dhe thotë që nga sistemi ka qenë në proces riparimi, për arsye se ka një ngarkesë shumë të madhe. Dhe megjithatë, përsëri është edhe një teori konspiracioni, është që nuk ka funksionuar për arsye se nuk është bërë akoma tenderi për të zgjedhur subjektin përkatës i cili merret me mirëmbajtjen dhe riparimin e këtij sistemi. Pra nuk ka mbaruar afati kohor i shoqërisë së mëparshme dhe normalisht që sipas procedurave bëhet një tender i ri, i cili i për arsye të ndryshme dhe për arsye administrative dhe burokratike dhe ligjore, ky lloj tenderi nuk është kryer më, dhe nuk
normalisht që duke mos u kryer tenderi nuk është edhe më gatishmëri shoqëria përgjegjëse që përgjigjet për mirëmbajtjen dhe sistemit të qarkullimit të faturave, domethënë programit self-care. Para 2 ditësh u dha një sinjal dhe filloi në pjesërisht të funksionojë. Dhe normalisht që ne si shoqëri, si institut apo dhe si subjekte përkatëse kemi bërë kërkesat tona në AKSH, në asistenca online për të u shpjeguar se pse nuk funksionon, për arsye se ne jemi në bllokim total të veprimtarisë së aktivitetit tonë, jo vetëm ne, por dhe të gjithë subjektet. Normalisht që një sukses i rëndësishëm ka qenë që i gjithë sistemi u digitalizua dhe fiskalizimi është quajtur një sukses i madh kombëtar, por në raste të këtilla, siç aq sa i madh është dhe suksesi, aq edhe i madh është edhe dështimi, domethënë në kuptimin që bllokohet i gjithë sistemi, nuk funksionon asnjë veprimtaria e subjekteve normalisht për blerje dhe shitje të faturave, për blerje dhe shitje të transaksioneve, për prerë faturat tatimore. Ktu është dhënë edhe një situatë, një njoftim ku merret në konsiderat ky lloj aksidente quajnë ato, aksidentalisht nuk ndodh, ku funksionojnë 138.000 subjekte në këtë lloj sistemi që janë të monitoruar dhe për arsye të mbingarkesës, megjithatë thot për subjekte të cilat kanë probleme, një zgjidhje të përkohshme, domethënë, si thua, ndërpret autostrada dhe gjej një rrugë tjetër dytësore për të funksionuar. Do përdoren faturat si dikur faturat e fiskalizuara. Kthehemi në kohë e mëparshme. Dhe kjo faturë në fund të muajit, pastaj këto fatura të cilat nuk dihet se sa do zgjat ky lloj bllokimi, kjo faturë në fund të ashtu do të fiskalizohet në sistem, do të hidhet në sistem. Pra, do të funksionojë përkohësisht, do të quhet ligjore për qarkullimin e mallrave, por në fund të muajit përsëri ai duhet fiskalizohet. Pra, duhet gjitha duhet të jetë në sistem. Po, ishte e rëndësishëm në fakt ky njoftim edhe për të njohur të gjitha subjektet të cilët ushtrojnë aktivitetin dhe ka nevojë për të prerë fatura të fiskalizuara. Pikërisht ndërprerja nuk do t'i penalizojë ata për shkak se nuk ka qenë përgjegjësia e tyre, po përgjegjësia pikërisht e personave përgjegjës për të mirëmbajtur dhe për të normalisht kjo pavarësisht nga ana ligjore dhe ana morale, por nga ana e aktivitetit të përditshëm e ka bllokuar ata, se nuk mund të qarkullosh ti i pa faturë të shkosh nga një qytet në një qytet tjetër, ose nga fshati në qytet, ose nga tregu në treg, nga magazina në magazin. Prandaj thash, ishte një sukses shumë i madh fiskalizimi, i cili uli kostot, rriti shpejtësinë e qarkullimit të faturave, uli kostot e subjekteve dhe të administrimit shtetëror, por në rastin e blokadave këto janë aksidente të mëdha, ose mos themi katastrofë. Që ndikojnë direkt në aktivitetin e çdo subjekti. Në bllokimin e aktivitetit të subjekteve. Po nëse të ndalemi se ligji parashikon jo vetëm ky ligj, po edhe ligjet e tjera në fushën e tatimeve kanë afate kohore, të cilat ndikojnë dhe në rast se nuk e respekton ato penalizohen. Por në rastin e faturave të fiskalizuara për shkak të këtij defekti në sistem, do të thoja unë, sepse vërtet prokurimet publike kanë dhe afatet e tyre ligjore, kanë dhe procedurat e tyre ligjore që duhen respektuar nga personat, nga institucionet përgjegjëse, por gjithsesi kjo periudhë, po them, e ndërprerjes të faturave të fiskalizuara, afatet ligjore, përveç faturave që do të bëhen, ndikon në biznesi apo do jetë një periudhë. Kjo është një problematik. Sipas përvojës tonë, ka ndodhur dhe më përpara, po të pjesshme, 1 ditore ose 2 ditore, dhe subjektet kanë mundur të rikuperojnë ato problematikat e tyre të faturimeve. Por tashme po zgjat, u bën afërsisht po bën 10 ditë, cili është një kohë shumë e madhe, edhe e ka një vështirësi shumë të madhe për të rikuperuar. Normalisht që sipas të gjitha rregullave, si thosh, administrata tatimore, meqense është edhe shkaktar dhe fajtore e kësaj, duhet të marrë një vendim
që të bëj shtyrjen e afatit të deklarimit, se për çdo muaj në datën 10, tash me ligjin e ri, më datën 11 duhet të përfundojë deklarimi i librave të blerjes dhe të shitjes dhe i FDP-ve përkatëse. Do të mbyllet sistemi i qarkullimit i deklarimit të faturave. Ndërkohë këtë muaj do të vështirë për ky muaj është personat ka një vështirësi tjetër, se duke u zgjatur ky afat, përveç se prandaj është data 1-10, 10 ditë subjektet duhet që të sistemojnë, të bëjnë sistemimin dhe riorganizimin e dokumentacionit të paraqitur nga subjektet përkatëse në fluksin e madh që ka në programi self-care. Nuk është aq që domethënë bruto, nuk kalon bruto produkti nga subjektet tek tatimet. Normalisht janë zyrat e kontabilitetit, zyrat e financave, të cilat i bëjnë sistemimin e këtyre në bazë legjislacionit përkatës, shikojnë që kur ato janë në brenda rregullave kornizës ligjore, atëherë vetë deklarohet. Këtu ligji i ri tashime që u futëm në këtë dhe në sistemin e qarkullimit të faturave, po bëjmë edhe tema e emisionit. Po kapim edhe atë ndryshimet që ligjin mbi ndryshimin e sistemit të qarkullimit të faturave të fiskalizuara. Ligji ka ndryshuar tashime, duke ditur që disa lloj fatura, siç është fatura e energjisë, fatura e telefonit, e tjerë nuk mund të fiskalizoheshin brenda muajit përkatës dhe brenda 10 ditësh, siç është ligji mbi faturat e tjera të madhrave. Përveç këtyre ka dhe shërbimet e tjera, të cilët në rastin e shërbimeve bëhet fjalë gjithmonë, që nuk mund të fiskalizoheshin brenda 10 ditëve të cilët të muajit pasardhës, siç është procedura për të gjithë faturat e tjera. Atëherë sistemi ose ligji, duke u nisur nga praktika përkatëse, të cilat kishte gjithmonë gabime, tha që nuk do të quhet më data 10, dita e fundit e dorëzimit të faturave, por do të quhet data 11. Normalisht që kjo e lehtëson disi këtë procedurë, e cila gjithmonë nëse do të zbatoshte ligji do të ishte me penalitete të errëfashershme mbi subjektet. Për ta kuptuar pak më për qytetarin gjithmonë. Kemi vetëm 10 me 11 në momentin e parë duket sikur një ditë çfarë lehtësie do ketë një biznes apo një person i cili ushtron një aktivitet. Po ku është rëndësia e shtimit nga 10 ditë në 11 ose ditës së 11? Po pikërisht për ligji thotë që brenda 10 ditëve, ligji mbi përpilimin e faturave thotë brenda 10 ditëve të muajit pasardhës mund të kryhet faturë për muajin paraardhës. Për arsye vetëm në rastin e shërbimeve. Për arsye të vështirësive që kanë, se ku duke qenë shërbime, domethënë marrim energjinë elektrike. Normalisht që ti pres faturë një subjekti ose një individi, duhet që të presësh 31 ditë. Po, që ti pres faturën e muajit përkatës. Kështu që plus dita duke qenë si thua individë dhe frekuentues shumë të mëdhenj, i duhet 10 ditë, i ka lënë afati ligjor 10 ditë për ta prerë të faturë. Mirë, po kjo nuk arrinte dot. Nuk mjaftonte. Kështu që atëre ai mund ta presë më datën 10, por procesimi i faturës nuk del më datën 10, që unë si subjekt ose si zyrë kontabiliteti ta kontabilizoj ose ta sistemoj për t'ia deklaruar drejtorisë së tatimeve. Domethënë duhet 24 orë vetë fatura që të procesohet. Atëre pritet data, domethënë data 10, pritet data 11, e cila përfundon një gjithë procesi i dorëzimit të faturave, atëre prandaj e ka shtyrë, domethënë një ditë, por është diçka pragu i gjobës dhe jo gjobës, i ligjit dhe jo ligjit është një ditë. Që pak më qartë, vetëm dita e 10 ka këtë lehtësi që dita e 10 deri ditën e 10 ke të drejtë të presësh. Mirë, po në ditën e 10 në ditën e 10 ligji sistemi nuk e shfaq, nuk e proceson dot, nuk e përtyp, si të themi, këtë lloj fature, nuk e gjeneron. Nuk e gjeneron, në datën 10. E bën më datën 11. Po. Atëherë më datën 11, në qoftë se ti, se përsëri vazhdojmë me ligjin, ndryshimin e ligjit, në qoftë se ti më datën 10 11 më fal, nuk e sistemon dot, atëherë vetë deklarohet kjo i gjithë sistemi fatura në drejtorinë e tatimeve, në gjithë deklarimi mujor, vetë deklarohet dhe përgjegjësinë thot ligji për ndonjë gabim të mundshëm brenda
këtij deklarimi e mban përsëri subjekti, përkatës. Pra, këtu me këtë do është një masë shtrënguese i cili impenjon subjektet, zyrat e kontabilitetit, drejtorit e financave, drejt e financave që të jenë të kujdesshëm për këtë, se përsëri, pavarësisht se ajo mund të vetë deklarohet, të përsëri përgjegjësinë tatimore e mban subjekti. Po. E qartë besoj për gjithë teleshikuesit, por unë po lexoj vetëm një ndryshim që gjithmonë ka të bëjë me ligjin për sistemin e qarkullimit të faturave të fiskalizuara. Po e lexoj, po e citoj më mirë se si është parashikuar ose si ishte parashikuar në ligj. Jo më vonë se dita e 7 e muajit pasardhës nga vendosja e mallrave në këtë regjim. Çfarë kupton nëse ka ndryshuar kjo normë ligjore apo vazhdon të jetë e njëjta normë ligjore? Drejtë, se në projekt ligj për faturat, fiskalizimin e faturave të importeve, ishte një lapsus ose si thua një ndryshim, për arsye se në projekt ligj thuhej që duhet ditën e 7 të muajit pasardhës. Deri në ditën e 7 mund të fiskalizohet. Duhet të jemi të qartë, faturat doganore nuk fiskalizohen ose nuk merren në konsiderat të fiskalizuara drejt për drejt kur përpilohen në degët e doganave, në pikën doganore, në agjenci doganore të tyre. Ato duhet të fiskalizohen me faturat tatimore, me self-care e sistemit tatimor. Atëre, për ta fiskalizuar këtë ishte 3 ditë, ligji më parë. Por kjo ishte e pamundur, u vërtetua praktikisht se ka 3 vjet tash që po vepron. Përvoja bëri që të bënin dhe ndryshimin në përkatës. Kërkuan ndryshimi dhe ishte ditën e 7 të muajit pasardhës, që ishte shumë e qartë dhe shumë e lehtësuese për bizneset. Mirë po, në ligj ka ndryshuar. Jo ditën e, nuk thot vetëm ditën e. Jo më vonë, domethënë po e citoj, jo më vonë se dita e 7. Po. Ishte. Por çfarë kuptimi ka në ishte ditën e 3. Ditën e 3 apo ditën e 7. Domethënë pritet 7 ditë, brenda këtyre 7 ditëve ti duhet ta fiskalizosh. Ndryshe i nështrohet penalizimit. Po. Domethënë është një 4 ditësh i jepet avancë subjekteve dhe zyrave të kontabilitetit për ta fiskalizuar këtë lloj fature, ndryshe pastaj ilustrohet. Tashi nuk e dim këtë, për këtë mendojmë që do ketë përsëri monitorim a do funksionoj apo jo. Është problematik sistemi doganor për të akorduar me sistemin tatimor. Ky mbase do nuk e di që a mund të realizohet. Përsëri dhe ndoshta disa programe shtesë do bëjnë të mundur edhe përplasje midis sistemit ose përmirësimi i programit tatimor ashtu doganor mund të përmirësohet dhe të procesohet drejt së drejtë sistemin ose të integrohet drejt së drejtë në sistemin tatimor, mos mbetet me përgjegjësi e zyrave ose subjekteve, ose duhet patjetër subjektet të jenë më të impenjuese për të realizuar këto fiskalizime. Falmir, ne do ndalemi në fakt edhe në emisionet e ardhshme, por pikërisht në temën e sotme përmendëm që kemi disa afate, siç ishte afati 10 që është bërë 11 e muajit pasardhës apo afati 3 me 7, 3 me 7, kishim afatet e deklarimit të deklaratës mujore deri në 31 mars vitit pasardhës. Kemi deklaratën mujore e cila përsëri. Deklaratën mujore që mundet ta trajtojmë, por diçka kalojmë pak nga tema e ditës së sotme. Aktivitetet private, biznesi, një person juridik, një person i cili ushtron një aktivitet privat, person fizik i vetpunësuar, cilat janë afatet ligjore, që duhet i themi dhe të jenë të qartë edhe teleshikuesit, ndoshta më hollësisht do t'i trajtojmë në emisionet e ardhshme për deklarimin e të ardhurave, sepse të punësuarit e kanë deri më 31 mars të vitit pasardhës. Po bizneset, çfarë afate ligjore kanë për të bërë deklarimin për mbylljen e bilancit, për dorëzimin e bilancit në degën e tatimeve dhe kështu me radhë. Atëherë sistemi tatimor funksionon në bazë të një kalendari që quhet kalendari tatimor. Në kalendarin tatimor, normalisht që përfshihen të gjitha subjektet, të vetpunësuarit, personat fizike, entitetet, SHPK-t, shoqëritë aksionere, e të gjitha mëra, ku është e përcaktuar dita e përpilimit dhe dorëzimit të këtyre dokumentacionit. Domethënë,
Përveç që Më fal, këtë kalendar teleshikuesi është afishuar në faqen zyrtare të tatimeve. Të drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Po. Gjithmonë mund ta marrit. Do deri në datën 14 për shembull, po e marrim kështu, 14 është tatimi i fitimit për të deklaruar dhe të vësheja. Në datën 20 janë sigurimet shoqërore për të deklaruar. Ndërsa për bilanci është në fund të 31 marsit, domethënë në fund të marsit. 31 marsi është deklarimi jo vetëm i bilancit, po dhe i deklaratës të ardhurave të biznesit, të ardhurave të personale të vetë punësuarve, ose më mirë këta e ndaj në dy grupe, biznesi vogël dhe biznesi madh. Është unifikuar data e dorëzimit të gjitha deklaratave vjetore. Ka qenë vjet shkurt vitin e kaluar. Ka qenë vjet shkurt, 31 mars dhe diva ka qenë deri në 31 prill. Tash janë unifikuar. Të gjitha, kështu për të mbajtur mend është kollaj, është 31 mars. Mirë, po kjo data e cila i ka grumbulluar të gjitha aktivitetet në një datë ka vështirësitë e veta për deklarimin se të gjithë fluksi, e dihet që fluksi do të jetë shumë i madh normalisht në muajin e fundit dhe nuk e dim se si do të procesohet. Aq më keq kur ndodhin dhe aksidente të këtilla që nuk funksionon sistemi ose sistemi punon ngadalë e të tjera me radhë. Se përveç sistemit tatimor nuk është dhe se funksionon vetëm sistemi tatimor, nuk funksionon dhe Albania. Nuk funksionon dhe sistemet të tjera, të cilat janë të lidhura me aktivitetin e subjekteve për të bërë deklarim në kohën e dur dhe në afatin e dur. Dhe diçka të fundit për këtë pjesë të parë të emisionit të sotëm, ne kemi thënë që deklaratat individuale qoftin të punësuarve, por edhe të biznesit, siç e përmendëm, kanë afatet e tyre ligjore, por dikush e ka bërë deklaratën individuale vjetore, nuk ka pritur 31 marsin, pavarësisht se ne kemi thënë që presim udhëzimet për mënyrën se si ato tatimet të bipaguara do të kthehen mbrapa për gjithë të punësuarit, sipas kriterëve, ose që duhet të paguajnë nëse kanë paguar më pak gjatë vitit 2025, por gjithsesi një teleshikues pyet, po nëse e deklaron gabim në momentin e parë, bën deklaratën gabim individuale, po them nuk përcakton saktë si korrigjohet dhe nëse ka penalitet nëse bën korrigjimin e kësaj deklarate? Ty të ketë drejt brenda 6 muajve ta korrigjosh 2 herë. Brenda 6 muajve? Brenda 6 muajve. Jo deri më 31 mars. Jo deri në 31 mars. 31 mars është afati i deklarimit. Je në deklarim, s'ka rëndësi, mund ta bësh sa të duash. Çdo qytetar i cili për shkak po them të mosnjohjes mirë të ligjit e ka bërë deklaratën gabim individuale, ne na ka ngelur akoma e pa qartë, sepse jemi në pritje të udhëzimit pikërisht edhe rimbursimi i tatim paguesve për shkollimin e fëmijëve, kur ato të ardhurat e tyre janë më të ulta se 1.200.000 lekë në vit, por gjithsesi dhe dikush mund të jenë nxituar dhe mund të ketë bërë një deklaratë gabim individuale. Ka kohë nëse ka bërë gabim ta korrigjoj atë dhe nuk ka asnjë penalitet. Mirë, atëherë Fatmirë, ne folëm në pjesën e parë për ligjin, për ndryshimet në ligjin mbi sistemin e qarkullimit të faturave të fiskalizuara. Do të ndalemi në pjesën e dytë të emisionit të sotëm në ligjin numër 9920 për procedurat tatimore dhe pikërisht ne kemi folur në fakt, po do të ndalemi në ndryshimet që ka pësuar ligji dhe ku konsistojnë në këto ndryshime në pikërisht në ligjin për procedurat tatimore të vitit 2008 të ndryshuar her pas here. Atëherë më duhet të ndalem për një blok të shkurtër publicitar dhe rikthehemi përsëri në studio. Mirë, atëherë rikthehemi përsëri në emisionin Çfarë duhet të dini, si çdo të martë nga ora 17 deri në orën 18. Në pjesën e parë të ditës së sotme kemi trajtuar pikërisht ndryshimet që ka pësuar ligji mbi sistemin e qarkullimit të faturave të fiskalizuara për afatet kohore, për kalendarin tatimor dhe për shumë të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me biznesin, me personat juridik apo fizik, çfarë duhet të dinë ata për afatet ligjore dhe për çfarë ndryshimesh kanë pësuar pikërisht
në sistemin e qarkullimit të faturave të fiskalizuara. Në pjesën e dytë të ditës së sotme do të ndalemi pikërisht për ndryshimet që ka pësuar tashmë ligji numër 9920 datë 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar vit pas viti. Dhe pikërisht do të ndalemi në ndryshimet që ka pësuar dhe çfarë duhet të dinë personat të cilët ushtrojnë një aktivitet privat për vitin 2026. Bashkë me mua në këtë emision është zoti Fatmir Ceci, ekspert në fushën e ekonomisë, dhe Fatmir do të ndalemi tashmë në pjesën e dytë për procedurat tatimore, për ndryshimet që ka pësuar ligji, do ta filloni me mënyrën e komunikimit. Tashmë ligji parashikon një mënyrë tjetër komunikimi midis institucionit, po them degës apo drejtorive tatimore në për rajone dhe drejtorisë përgjithshme të tatimeve me subjektin, me çdo personi i cili ushtron një aktivitet, ose individin, person fizik ose person juridik. Cila është mënyra e komunikimit e re rishtas futur në vitin 2026? Si në çdo fushë, edhe në sistemin tatimor, prioritet jepet deklarimit elektronik. Pra, edhe në fushën e postës, komunikimit zyrtar midis subjekteve dhe drejtorisë së tatimeve, midis subjekteve BB, thonë subjekt me subjekt, dhe BI, do të thënë subjekt dhe individ, të tjerat jepet një prioritet deklarimit ose si mirë them, deklarimit elektronik, do të thënë postës elektronike. Derdie ishte fakultative, ka ekzistuar kjo, ka kohë që ka ekzistuar, ka qenë fakultative, por nuk është njohur si një detyrim ligjor, por tashmë është njohur posta, do të thënë si detyrim ligjor ose shkresë e dërguar me postë dhe e marrë në dorëzim, quhet detyrim, quhet e dorëzuar ligjërisht. Ndërsa në rastin e postës elektronike nuk ka qenë ligjërisht, është një njoftim, por i cilin jo deri në shkallën e ligjit për të marrë në konsiderat ligjore. Ndërsa tash i shohet që edhe deklarimi elektronik, posta elektronike, do të quhet e deklaruar ose e njoftuar, do të quhet e drejtë, do të quhet ligjore për çdo lloj shkrese dhe komunikimi midis tatimeve dhe ose institucionit dhe subjekteve. Qofshin këto subjekte person vetë punësuar, persona fizik, SHPK, SHA, edhe individ të posaçëm të cilët kanë marrëdhënie me drejtorinë e tatimeve. Pra, në momentin që dërgohet në postë elektronike, 10 ditë quhet e marrë. Pas dorëzimit me postë elektronike, pas 10 ditësh, domethënë deri në afati 10 ditor quhet e marrë posta ose njoftimi ose deklarata, ose çfarë do që mund të jetë në këtë lloj komunikimi. Pra, dhe drejtoria e tatimeve e bën me dije të gjitha subjekteve që duhet patjetër të ripërditësojnë postën e tyre elektronike ose adresat e tyre elektronike, se deri dje nuk ishte një penalitet për mosdorëzimin e postës elektronike, ndërsa atje është detyrim ligjor, që adresa elektronike, siç është interneti të paktën, numri celularit normalisht ka qenë i deklaruar, por interneti duhet patjetër që të jetë i saktë dhe të jetë i përditësuar. Po, duhet ta kem parasysh të subjektet, sepse subjektet duhet ta kem parasysh se mund të penalizohen duke pritur gjithmonë postën. Të themi dhe këtë, nuk se posta është përjashtuar. Posta elektronike. Posta, jo, dhe posta manuale. Është shtesë posta elektronike. Jo, posta mund të janë të barazuar në këtë rast. Mund të vijë me postë elektronike, por mund të vijë dhe me postën manuale, me postën tradicionale. Kupton, nuk por subjektet, nëse ajo është nënshkruar elektronikisht nga drejtoria e tatimeve, ajo do të quhet një njoftim ligjor me postën elektronike. Nëse të vijë me postë manuale ose me postën tradicionale, normalisht gjatë ditën, domethënë dita e marrjes, quhet dita e marrjes postës, e nënshkrimit të atij në postës që të vjen nga postieri. Ditën që nënshkron kur e merr ti në dorëzim. Pra këtu është e reja është që domethënë të jepet një rëndësi e veçantë postës elektronike, domethënë përditësimit të adresat elektronike. Jo vetëm përditësimit,
sepse shumë subjekte ndoshta kanë një adresë emaili në momentin në kohën e regjistrimit fillestar të tyre që sot nuk e përdorin, që se kanë të saktë dhe duhet ta përditësojnë. E para dhe e dyta që duhet jenë të vëmendshëm për çdo njoftim që merret nëpërmjet të postës elektronike. Duhet të kontrollojnë postën e tyre elektronike, domethënë nëpërmjet internetit të tyre. Domethënë e gjithë subjektet, ndërsa dje ka qenë fakultative, sot është e domosdoshme, aq më tepër edhe ligjore, që të kenë një adresë elektronike, një adresë elektronike funksionale. Kjo ka të bëjë me ndryshimin tjetër që ka të bëjë me veprimtarinë ekonomike. Kjo ka të bëjë me jo vetëm me veprimtarinë ekonomike, kjo ka të bëjë me veprimtarinë e përditshme. Po. Tashmë jemi mësuar që çdo gjë do ta kemi dhe do ta japim, do ta përfitojmë nëpërmjet digitalizuara. Të digitalizuara nëpërmjet sistemit elektronik. Një rëndësi të veçantë këtu merr edhe në nënshkrimi elektronik, që pothuajse të gjithë duhet të regjistrohen dhe të pajisen me nënshkrimin elektronik, i cili bëhet një herë në vit, e jep një lehtësi të madhe për të shumë arsye të tjera, dokumentacion tjetër. Është se është prezent në Shqipëri, ai me një shkrim elektronik mundet ta dërgojë dokumentacionin dhe të jetë funksional. Ndalemi pak në nënshkrim elektronik. Herën e parë që një subjekt, një individ kërkon të pajiset me nënshkrimin elektronik. Zakonisht më fal, që duhet të korrigjoj, jo subjekt, individi. Individi që është i punësuar ose është administrator ose është edhe një individ në një pozicion të caktuar. Do që të ketë nënshkrim elektronik për arsye të ndryshme. Dhe kjo ka fatet e veta. Vitin e parë mos gaboj është falas. Pjesa e nënshkrimit elektronik. Jo, është ose nënshkrimi i parë elektronik, 15 ditë, po. 15 ditë e para. Dhe më pas ka tarifat të përcaktuara duhet rreth 4000 lekë. Se që të funksionojë ose që dorëzosh ti në Albania ose diku tjetër një dokumentacion, kur nuk ke vetë nënshkrim elektronik, do drejtohesh një që ka nënshkrim elektronik, por me një prokurë, e cila kjo prokurë duhet të jetë noterizuar, se ka ndryshuar ligji, nuk është një prokurë e thjesht me 22 palve, por duhet të jetë noterizuar, e cila kushton pothuajse aq sa kushton regjistrimi një vjeçar i nënshkrimit elektronik. Kështu që mira e të gjithëve është që të regjistrohet. Është i domosdoshëm që secili të pajiset me nënshkrim elektronik, po. Dhe ky nënshkrim s'ka don një në vit. Gjithmonë duhet të njoftojmë edhe individët. Po duke u regjistruar, duke ja ndjerë si thua edhe lezetin dhe rëndësinë, sepse një nënshkrim elektronik do thotë që e ke më sigurt pikërisht atë dokument që ti do dorëzosh diku. Po plotson afatin kohës me subjektet, po edhe vjen në praktikën e përditshme, vin një zakonisht ata që janë të huaj dhe nuk e kanë, vinë dhe thotë ma dërgojnë çik të shkresë këtu. Kur ajo duhet patjetër të më bëj një prokurë, duhet të shkoj në por kjo zgjat edhe në afatin kohor, kupton. Në prokurë do harxoj dhe do të harxoj të njëjtin gjë që ai duhet ta ketë, atë në regjistrim të saj. Plus që ditët që vonohen burokracitë që nëse ai e ka, ai e bën atë për 5 minuta, 10 minuta. Nëse se ka, jo do shkoj në noteri, jo po s'ka, noteri pastaj ka ato procedurat e tija që të bëj prokurën, jo do kartën e identitetit, duhet të jetë personi vetë, tjera me radhë. Është një burokraci e tërë e cilën e shkurton nënshkrimi elektronik, që nuk është edhe i kushton edhe shumë, është 4800 lekë. 4800 lekë në vit. Në vit. Gjithmonë në vit. Nuk është. Po mirë atëherë vazhdojmë gjithmonë me ndryshimet që ka pësuar ligji për procedurat tatimore. Ka subjekte të cilat po them nuk janë të regjistruar. Ligji i procedurave tatimore parashikon pikërisht dhe masa administrative për pikërisht për këto subjekte të cilët nuk janë të regjistruar. Dhe nëse do ta vazhdojnë ai den, personat të cilët nuk bin deklarimin e të vëshes në kohën e dur, në afatin e dur e me radhë. A ka të drejtë strukturat tatimore, a kanë të drejtë ta kryejnë pikërisht deklarim automatik nga sistemi dhe çfarë nuk kanë të drejtë. Nuk kanë të drejtë. Vetëm se kanë penalitet. Ke parasysh ti neni 2 sot i ndryshimit të ligjit 79/2025 që është në vazhdim të ligjit të procedurave tatimore 1920-s, i cili thotë që tu bëhet fjalë për këto subjekte që quhen subjekte të padukshme. Janë këto vizualet, që janë ato të cilat veprojnë dhe kanë tra aktivitetin e tyre në internet. Këto janë normalisht është e vështirë për t'i konstatuar
dhe për t'i kapur, se nuk është një dyqan, ai punon në shtëpi ose punon në kushte të tjera ilegale dhe ti e ka pamundur për ta kapur. Megjithatë, edhe në këtë drejtim, si thua, shteti ka nxjerr ato, si thua, nga eksperienca dhe përvoja e tij, ka bërë të mundur që dhe këto t'i kapë dhe që dhe këto subjekte të regjistrohen. Se ndryshe, nëse nuk regjistrohen, ato do të penalizohen. Nuk është fjala vetëm për subjektet të cilët janë të regjistruar me TVSH, por të gjitha llojet e subjekte i cili kryen një aktivitet dhe siguron të ardhurar nëpërmjet këtij aktiviteti që është aktiviteti im nëpërmjet internetit ose digitalizimit të tij, është me klienta brenda apo jashtë të shtetit, kudo që ti ketë, ai duhet ti deklaroj. Ti deklaroj duke u vajtur regjistruar, duke pajisur me NIP, duke dhënë një adresë të saktë dhe aq më tepër që duhet të gjithë këta subjekte të cilët punojnë nëpërmjet internetit, duhet që të deklarojnë subjektin i cili i furnizon me internet. Po. Janë të detyruar ta deklarojnë. Është një element që për të kontrolluar pikërisht ato subjektet. Shteti nga përvoja dhe eksperienca e tij ka arritur të gjejë dhe mënyrën dhe rrugën se si mundet të monitorojë dhe të gjejë këto subjekte të fshehta ilegale, të cilët duhet të deklarojnë. Nuk mos harrojmë që janë sa vinë edhe zgjerohen, zmadhohet këto lloj subjekte në numër. Po në vazhdim të kësaj. Aq më tepër më fal që ky lloj tregu tashmë po bëhet edhe i lakmueshëm edhe nga individ të huaj që vinë që ushtrojnë një aktivitet, po. Që ushtrojnë aktivitet të tillë dhe shikojnë që kushtet më të mira për ta ushtruar këtë aktivitet, i cili normalisht po qeve i pa regjistruar je pa taksa, është në Shqipëri. Edhe kanë ardhur shumë që quhen ata. Po gjithmonë në vazhdim të kësaj, ndryshimet e ligjit kanë të bëjnë dhe pikërisht me një deklaratë që duhet të plotësojnë pikërisht personat fizik, të cilët nënkuptojnë, po them atë që ne kërkojmë ose ligji aktual e kërkon, që këta persona fizik apo që udhëtojnë një aktivitet privat e kanë vërtet aktivitetin e tyre si person fizik dhe nuk janë të punësuar në një kompani dhe nuk bëjnë atë, po them, sherrjen e detyrimeve tatimore të të ardhurave në të ardhura ndoshta si fshen dot sepse i deklarojnë duke shitur shërbimin e tyre apo mallin e tyre. Por gjithsesi kjo deklaratë plotësohet deri kur është afati dhe çfarë penalitete është. Të vetë punësuarit që është statuti të vetë punësuarit është një deklaratë prej një 8 faqesh ku i thon ku merren konsiderat çfarë të ardhurar ke kontraktues, çfarë kushte të jep kontraktuesi, çfarë do thotë je ti që i afruar atij subjekti apo është ai që të është afruar ty shërbimin. Edhe lloji përveç sa adresës të saktë, të ëndën edhe të kontraktuesit, këtu bëhet fjalë më shumë për ata të cilët realizojnë 80% të ardhurave në një klient ose 90% të ardhurave në 3 klientë. Por kjo ka të bëjë me ligjin mbi profesionet e lira që është, edhe ka mbetur njësi, si thuash, e vetmja mundësi të cilët gjykata kushtetuese nuk arriti ta argëzojë përfundimisht, është për arsye justifikimin që këto subjekte të lindura në vitin 2024 dhe këte janë shkëputur ose kanë dalë nga subjekte të mëdhaja të cilët për arsye të për mos pagimin e tatimit të ardhurave të tyre janë bërë më vete, për arsye se lehtësonte ligji. Kur ishin në subjekt paguanin, ndërsa kur dolën në të si të vetë punësuar të punësuar si profesion të lirë nuk paguanin. Edhe këtu ai ta parandaloj, edhe ligji nuk është si do të abandonuar tërësisht, por funksionon me këtë statusin si thua në varg në një vetë deklarimit të subjektit të cilët çel këtë lloj aktiviteti, që quhet deklarata e vetëpunësuarit, të statusit të vetëpunësuarit. Kjo mos gaboj, ka të bëjë me kemi trajtuar në fakt po kjo ka të bëjë me për kujtesë të teleshikuesve, bëhej fjalë për ndryshimet e ligjit, ku u vendos që profesorët e lira të paguanin tatimin mbi të ardhurat. Ndryshe nga aktivitetet tjera të cilët deri në vitin 2009 nuk paguajnë tatimin mbi të ardhurat. Por këto subjekte u ankimuan në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese i dha të drejtë që thotë edhe këto subjekte nuk do të paguajnë
tatim mbi të ardhurat deri në vitin 2029, një lloj si të gjitha subjektet e tjera, të cilët kanë një xhiro vjetore të kufizuar, por jo pikërisht për këtë këto lloj subjekte të vetëpunësuar që të cilët kanë shitje dhe janë detyruar të bëjnë deklaratën dhe afati qoftë se për të justifikuar mospagesën, qoftë ata do paguajnë s'ka pse bëjnë deklaratën të vetëpunësuarit. Ja kuptoj, po. Po, kjo është. Dhe tjetra është që përjashtohen të gjitha ato subjekte që kanë qenë të çelura para vitit 2024. Se kuptohet, para vitit 2024 këto lloj subjekte s'ka kanë pasur këtë qëllim për të bërë minjan. Ata kanë hapur një biznes për të trajtuar si biznese si gjithë të tjerët. Nuk këtu nuk ka diskriminim ose bëjmë mashtrim. Ata që në një farë mënyrë kanë shfrytzuar ndryshimin e ligjit mbi tatimin mbi të ardhurat për të shmangur detyrimet që rrjedhin nga ligji. Mundohet që shteti të kufizojë këta ose të gjithsesi viti 2029 po afron, kështu që edhe këto subjekta do të përshtaten me ekonominë e tregut, me ndryshimet edhe kështu me radhë. Megjithatë, nëse do të vazhdojmë në ndryshimet pikërisht për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. Unë do të thoja, në fakt dikur kemi patur ca limite edhe subjekte shtetërore, por edhe ato private për pagesat cash, po them, ose pagesat me para në dorë. Gjithmonë ka qenë. Ka qenë gjithmonë, kanë qenë në vlera gjithkohës. Ka qenë 500.000, pas u bë 300.000. Mos gaboj, 15.000 ka qenë para viteve 2000, po them, ka qenë një vlerë që arka, po them, me një institucioni apo subjekti nuk mund të paguante më shumë se një sasi parash. Megjithatë, ne kthehemi sot në vitin 2026. Çfarë ndryshimesh ka pësua ligji pikërisht për këto? Mirë bëre që ma bëre këtë pyetje, se kjo ka filluar ligji që me 1 janar të vitit 2024. Shumë subjekte, pavarësisht njoftimit tonë ose njoftimit të drejtorisë të përgjithshme të tatimeve, njoftimit të drejtorisë përgjithshme e Ministrisë Financave dhe tjera, përsëri ka subjekte të cilët akoma nuk e kanë marrë vesh që nuk duhet me transaksione midis bizneseve, nuk duhet të bëjnë me 150.000 lekë. Një transakcion nuk duhet jetë më i madh se 150.000 lekë, siç ishte. Tash është 100.000 lekë. Ato vazhdojnë akoma me 150.000 lekë. Por ligji ka filluar, atëherë të gjitha ato transakcione që kanë kryer që nga data 1 deri më sot ose nesër kur ato janë të bindura që do të vazhdojnë të bëjnë me 100.000 lekë, do të penalizohen, do të nështrohet si thosh rivlerësimit. Edhe mos harrojnë që është 10% të vlerës të transakcionit. Këtë duhet ta dinë. Do më bëhet fjalë vetëm për transaksionet midis subjekteve. Që kanë një limit. Ndërsa transaksionet midis subjektit dhe një individi është 500.000 lekë. Që thot ai BI thot, ose BC që është biznes dhe konsumator. 500.000 lekë. Kjo është limiti që mund të përdorë. Ndryshe ka sanksione. Më përpara ka qenë pa kufi. Një individi mund të bëjë një sa të deshet, tash është e limituar. Të gjitha këto bëhen që të gjitha transaksionet të kalojnë në sistemin e kontrollit më shumë nga institucionet përkatëse për fenomenet të cilat i kemi asur. Sa më shumë të ngushtohet qarkullimi paras kesh. Nëse do të vazhdonin pikërisht me ndryshimet që ka pësuar ligji për procedurat tatimore. Një term ligjore, një normë ligjore që ka të bëjë, po them, me kalimin në regjistrin pasiv. Çfarë nënkupton kjo? Çfarë duhet të kemë parasysh pikërisht subjektet? Subjektet që janë në regjim pasiv ose që kanë kaluar në regjimin pasiv janë të llojeve të ndryshme, të cilët ose nuk kanë pasur aktivitet dhe mendojnë që për një kohë të caktuar do të kalojnë pasiv, jo se e mbyllin, këtu do ndryshuar. Jo se e mbyllin subjektin, por për arsye të ndryshme shëndetësore, për arsye migrimi e të tjera, përkohësisht e mbyllin subjektin dhe quhet subjekt pasiv. Të gjitha këto subjekte para disa kohësh nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nxirrshte një listë e subjekteve që ishin pasive. Kjo për arsye se kishin ndodhur disa incidente ose dhe mashtrime, po ishin futur edhe në mashtrime,
Dhe subjektet të cilët kanë kaluar me status pasiv, domethënë status pasiv do thotë që mos në asnjë mënyrë të mos kryej aktivitet. Po normale, po. Po, ai nuk paguan asnjë lloj detyrimi dhe nuk nuk në të njëjtën kohë nuk duhet kryej asnjë lloj aktiviteti. Atëherë, duke nxjerr kjo listë, duhet ai ekonomisti përkatës ose magazinieri përkatës, i cili pret faturë, duhet të ishte i kujdesshëm që të gjithë ky subjekt është aktiv apo është pasiv. Funksionon ky lloj nipti, apo ky lloj subjekti apo nuk funksionon. Kjo ishte. Shumë subjekte kishin rënë pre një lloj mashtrimi apo edhe një pakujdesie që i prisnin faturat një subjekti i cili nuk funksionon. Nuk kishte aktivitet në treg. Po, nuk ishte. Po jo, kjo bëhej edhe për arsye thash mashtrimi, disa subjekte kalonin pasiv, po aktivitetin e vazhdonin, ama penalizoheshin të dy subjektet, edhe ai që e priste dhe ishte i pakujdesshëm pse i kishte prerë faturë atij subjekti dhe subjekti normalisht që subjekti i cili kishte marrë mallin, penalizohej me të gjithë mallin se quhet malli i pa deklaruar. Po. Se s'kishte, dorasa nuk funksionon, atëherë s'ke ku se ke deklaruar. Po nëse ndalemi pak këtu, këto subjekte pasive. Tashi me këtë ligjin e ri, me ndryshimin, po. Me ndryshimin e ri, ligjit të digitalizimit të më të avancuar, atëherë vetë sistemi nuk të pranon që kur një subjekt është pasiv, nuk të lejon sistemi i fiskalizimit, nuk të lejon të presë faturë. Të thotë të lajmëron që ky subjekt nuk funksionon. Është pasiv. Është një lehtësim për subjektet. Lehtësim shumë i madh për subjektet dhe për drejtorinë e tatimeve, të cilët nuk e kanë më këtë problematikë. Ishte një problem shumë i madh, se në këtë shtek kishin shumë subjekte dhe individ kishin hapur ato skemat e mashtrimit me TVSH-n, po ta kesh parasysh, po të jetë dëgjuar. Dhe në këtë lloj, kjo lloj boshllëku që lejonte të jepte këtë mundësi, ata mrinin fatura dhe pris fatura fiktive. Tash ky sistem e ndalon kategorikisht. Do ndalemi vetëm fare pak Fatmir pikërisht për subjektet që kanë statusin pasiv. Nuk po merremi me atë pjesë abuzimit, po një që vërtet nuk ushtron aktivitet për një periudhë kohe të caktuar për shkak të shumë arsyeve objektive. Që ka lënë. Këto subjekte në momentin që janë pasiv nuk paguajnë tatim mbitardurat, nuk paguajnë sigurime shoqërore, nuk paguajnë sigurime shëndetësore, nuk paguajnë dhe taksat vendore, po them të njësisë vendore, nuk paguajnë asnjë detyrë për periudhën deri sa përsëri ta çelin aktivitetin e tyre privat. Por ama edhe kundërta, duhet që këta lloj subjekte të mos kryejnë asnjë lloj aktiviteti në mënyrë ilegale. Po, se konsiderojnë aktiviteti palishëm. Që quhet pasaj aktiviteti quhet evazion fiskal edhe të probleme të tjera. Por duhet kemi parasysh të çdo subjekt kalon në status pasiv vetëm kur ka shlyer të gjitha detyrimet e tija. Deri atë ditë. Atë ditë që ai shlyen të gjitha detyrimet e tija, atëherë kalon në status pasiv. Do të thotë është i pastër në momentin që ai kalon në status pasiv, është i pastër nga detyrimet tatimore. Jo vetëm tatimore. Jo vetëm tatimore, të gjitha. Detyrime ka dhe, po them, detyrimet që ka në bashki, detyrimet që ka. Bashkia e merr kur ti kalon në status pasiv, bashkia e merr në konsiderat që ti kalon në status pasiv dhe nuk të ngarkon me detyrim. Vetëm se për këto detyrimet të bashki ka një problem, po them në thonjza të zgjidhshme, sepse taksat vendore të bashkisë paguhen për gjithë vitin ushqimar. Nëse jemi në vitin 2026, në momentin që do të çelen detyrimet tatimore për të gjitha subjektet, personat fizik apo juridik, normalisht ajo paguhet deri në fund të vitit 2026 dhe më pas nëse ti do ndërpresësh aktivitetit apo se nëse do kalosh në statusin e një aktiviteti pasiv, normalisht aty bëhet diferenca kur tregj mbrapsht, po them pjesën e detyrimit që ke paguar më shumë gjatë vitit 2026 për ta patur parasysh duhet të ta kthej bashkia, po në rastet të ta lesi detyrim të paguar tepër. E mbarë në vitin, është një zgjidhje gjithsesi. Po midis dy palëve, bëhet një marrëveshje midis palëve. Midis palëve, midis po them agjentit tatimor, që është bashkia dhe një individi. Po nëse do të kalojmë përsëri me një ndryshim tjetër që ka të bëjë me pajisjet me terminale POS. Çfarë nënkupton kjo normë ligjore dhe mund të na shpjegon më qartë POS? Pajisja me terminalin POS ka të bëjë me mënyrën e pagesës. Do të thotë ti nuk vetëm tash me lek në dorë, po vetëm me kartë e kreditit tënd
të pajisur nga banka për kace dhe shkon edhe bën pagesën e çfarë do lloj mallit që ti blen. Do të thotë, kjo ka të bëjë me kufizim ato që thamë edhe më parë, të keshit. Po. Dhe të sigurisë, normalisht. Ti smer tash nuk ke në përxhepa para, po ke një kartë, siç kemi mësuar jashtë shtetit, edhe kështu po apasapi po futet në funksionim dhe këtu. Po, normale që është një lehtësim për biznesin që çdo transakcion ka një që këtu një problem i cili akoma nuk është zgjidhur, se bankat tona domethënë tatojnë dhe e kanë një tatim të konsiderueshëm ose taksë si thua për çdo lloj veprimi që ti kryen me kartën POS. Edhe këtu mundohet që shteti sipas sugjerimeve që do ta ulë këtë lloj pagese. Mundohet që me qenë se do bëhet masive, me një tërë, mundohet që ta ulë këtë lloj takse. Të ketë tarifa më të ulta, për shkak për mos rënduar pikërisht biznesin. Po fatikisht ne sot jemi antar të SEPA-s, edhe kjo është një lehtësim për qytetarët, ndoshta e trajtojmë në një emision tjetër, se kanë filluar filialet e bankave që të pikërisht të ndryshojnë sistemin e tyre për të qenë pjesë e integruar me këtë lloj sistemi. Dhe funksionon, është një shumë e madhe për emigrantët kryesisht, për emigrantët edhe për subjektet e huaja të cilët vinë, për turistët e huaj që vinë këtu, se ata duhet vinin në këto agjencitë e këmbimit të parave privat, po. Edhe plus koha dhe të tjera me radhë. Ndoshta është interesante edhe fleksibilitet i madh. Do e kemi mundësinë ta trajtojmë pikërisht edhe falet të si e kanë. Plus falet edhe një gjë tjetër, është kursimi i madh në komisione. Po, pikërisht. Në fatin kohor të dërgimit të parave, i cili vanoshte 2-3 ditë. Për shembull, kam vajzën në Norvegji, duhet 4 ditë të vinte një transakcion, plus një pagesë të konsiderueshme. Ndërsa tash ajo mund të vej për 10 minuta me këtë lloj sistemi. Dhe pagesa është shumë herë më ulët. 10 herë më ulët. Dhe meqense po afron në fundi i kohës televizive, shkurtimisht Fatmir, diçka ndryshime gjithmonë në procedurat tatimore që kanë të bëjnë me TVSH-n, në cilat raste pezullohet rimbursimi i TVSH-s. Ka ndonjë normë ligjore me ndryshimet e TVSH-s ka qenë dhe është gjithmonë një nga problematikat më të mëdha të subjekteve dhe drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Në shumicën e rasteve, rimbursimi i TVSH-s bëhet vetëm në rastin kur TVSH-ja kreditore e akumuluar me TVSH-n që ti si thua konsumon në shitje, kur shitja është më e madhe se sa ai akumulimi që ti ke, atëherë e detyruar që të paguash një TVSH. Kjo është TVSH që quhet e pagueshme. Mirë, por shumë subjekte, të cilat kanë eksporte, nuk e kanë këtë komoditet, domethënë. Eksportet e kanë TVSH-n në shitje zero. Por shumë subjekte bëjnë investime. Edhe ku TVSH-ja, pavarësisht vlerës sado që ti jetë, investimi rimbursohet, dhe TVSH-ja e investimeve dhe makinerive rimbursohet. Domethënë, ka dhe arsye të tjera që kur TVSH-ja, transporti për shembull, është i rimbursueshëm në 38%. Është një listë gjatë i cili jo të gjithë medikamentet jo gjithë TVSH-ja rimbursohet, është një listë gjatë, jo TVSH-ja rimbursohet, por kanë me përcaktim me përqindje të caktuara. Për shembull, tregtia e ka 3%, e cila nuk është ndonjë gjë e madhe e konsiderueshme, por të gjitha këto subjekte të cilët ju lind kjo TVSH, te prit TVSH-je gjatë aktivitetit të tyre, bëjnë kërkesë për ta rimbursuar TVSH-n. Mirë, po me ligjin e ri ndalohen të gjitha ata lloj subjekte, ose më mirë të themi nuk ju rimbursohet TVSH-ja të gjitha ato subjekte të cilat janë në proces gjyqësor dhe hetim ose hetim tatimor. Në kjo është ajo që kanë qenë ndryshimi i këtij. Nuk rimbursohet TVSH-ja nëse një subjekt, një individ në proces gjyqësor ose je në hetim tatimor. Është tjetër gjë, hetimi tatimor tjetër. Por në rast se një subjekt nuk deklaron TVSH-n, çfarë ndodh dhe si plotësohet automatikisht? Ka ndonjë normë ligjore për këtë? Është parashikuar kjo në thamë të ndryshimet se ligji e jep edhe si të veçantë dhe fakt e thamë, domethënë deklarimi, data e fundit të deklarimit data 11. Edhe 11 predispozon që çdo gjë është sistemuar edhe për deklarim dhe deklarohet në drejtorinë e përgjithshme të atij. Nëse subjekti nuk arrin ta deklarojë dot këtë,
Nuk e deklaron, nuk e në kohën e dur, në kohën e dur. Ajo vetë deklarohet, është automatike. Mirë po, ligji thotë dhe thekson më së miri që pavarësisht se vetë deklarohet, edhe jepet një, si quhet, një lehtësi, se ha penalitet nëse vetë deklarohet, megjithatë thotë se çdo gabim që ndodh aty e ka subjekti. E mban subjekti. Ka subjekti, po normale. Ky është vetë deklarimi të vështirë. Domethënë nga një anë ndihmon subjektin. Çdo deklaratë, se vetëm të mos u penalizuar për afatet, por nga ana tjetër i ngarkon atij përgjegjësinë. Nuk i përjashton nga gabimet të mundshme për vetë deklarimin që bëhet. Ai të ndihmon në këtë rast në kuptimin e deklarimit, për të mos ngrënë atë. Për mos deklarimi ishte 100.000 lekë në muaj, 10.000 lekë më fal. Dhe në këtë rast e përjashton këtë lloj gjobe, por përsëri nuk jetë se të shmang ka përgjegjësia. Mirë, atëherë Fatmir, koha televizive nuk mjafton për t'i trajtuar të gjitha problematikat. Ligji mbi procedurat tatimore i riu ka shumë ndryshime, ka mbi 18 nene, të cilat janë të domosdoshme për të njohur, për të kryer një aktivitet të rregullt dhe për të mos u penalizuar. Mundet që ti marrim mollësisht të gjitha këto nenet, jo vetëm ndryshime, sepse fatikisht shumë individë, kryesisht bëhet fjalë për ata personat fizik, sepse subjektat normalisht kanë një ekonomist, kanë një, po them, një jurist, kanë një staf të gjithë për të ndihmuar për gjithë aktivitetet e tyre. Po një person fizik, një individ i cili ka vetëm veten e tij, ushtron një aktivitet privat, kërkon që të jetë në përputhje me legjislacionin, me sistemin, të jetë korrekt në çdo detyrim apo afat ligjor, por nuk është e mundur që ai të njohë me hollësi edhe ligjin për procedurat tatimore, edhe ligjin për sistemin e fiskalizimit të faturave, edhe shumë ligje të tjera që kanë të bëjnë që janë detyrime për atë subjekt të cilit ushtron një aktivitet privat. Ndoshta ky emision i ndihmon ata, ne duke u ndalur kemi bërë mirë që i prekim këto afatet kohore, që ata të jenë në dieni, por ndoshta duke u ndalur mollësi. Edhe biznesi, dhe një person, dhe një individ privat do ta ketë më të lehtë për të ushtruar aktivitetin e tij privat dhe të jetë korrekt me çdo afat kohor dhe me çdo normë ligjore që aktiviteti i tij privat të quhet i lishëm dhe i suksesshëm. Nga eksperienca ime, bie pothuajse 30 vjet që merrem me sistemin tatimor, me dokumentacionin tatimor, me regjistrimin tatimor, me deklarimin tatimor, të gjithë procedurat e tatimore që kryhet nga një biznes kundrejt drejtorisë së tatimeve. Unë kam një eksperiencë, tashmë jam i vetëdijshëm për një gjë që me digitalizimin e procedurave, roli i ekonomistit ka marrë, ose ka filluar një etapë 3, ose ka marrë një rëndësi të veçantë, ose ka filluar në një etapë 3. Do të thotë që ekonomisti nuk është me ai i rëndomti, ai regjistruesi i mbledhjes së dokumentacionit, i regjistrimit të dokumentacionit, dhe deklarimit të dokumentacionit. Për arsye se të gjitha programet e tanishme janë të digitalizuara dhe në shumicën e këtyre operacioneve i kryejnë në mënyrë digjitale. Atëherë, çfarë mbetet në dorën e një ekonomisti? E mbetet vetëm njohuria ose konsulenca për biznesit. Domethënë, vigjilenca e tij për të njohur me ligjin, aftësia e tij për të njohur me ligjin, aftësia e tij për ta implementuar edhe për të ndërgjegjësuar subjektet për të qenë konform ligjit. Normalisht që një ekonomist duhet të njohë ligjin, po duhet të njohë afatin kohor, domethënë s'është vetëm ta njohësh ligjin, po duhet të në kohën e dur, atë që thamë, kalendari tatimor duhet zbatuar me përpikmëri, se sistemi i digitalizimit, siç është në subjektet, është edhe në sistemin tatimor, i cili nuk ka falje, si thua vesh të paraqitesh ti, të thua më fal se këtë radhë nuk e bëra, ai është automatik dhe merr patjetër e merr. Realitetet i merr automatikisht në sistem dhe e lehtëson një anë, por nga ana tjetër e penalizon. Atëherë subjektet duhet të jenë vetë të ndërgjegjshme për të mos u bërë viktima të sistemit të digitalizimit, në kuptimin e gjobës dhe penalitetit. Ka filluar aplikimet për paqen fiskale? Nuk kanë filluar. Skandalu udhëzimet akoma. Do kemi në këtë kuadër po flas që edhe në ligjet e tjera, edhe për procedurat tatimore, ende nuk ka kështu udhëzime përkatëse të detajuara. Do të ndalemi Fatmir. Por ligji ka dalë, ne kemi trajtuar në fakt, por
në momentin Ne që kemi do trajtuar filloj projekt ligjin, sot e tutje jemi në disa ditë në kushtet e ligjit, ligjit të miratuar. edhe këto ditë folëm në kushtet e ligjit të miratuar. Mirë atëre, Fatmir, të dashur teleshikues, ndjekës të emisionit çfarë duhet të dini në RTS Korça, jemi në fund të këtij emisioni të ditës së sotme, kemi folur bashkë me Fatmir Cesin, kemi folur për ndryshimet që ka pësuar ligji për sa i përket sistemit të qarkullimit të tatimor të faturave të fiskalizuara, por edhe për ndryshimet që ka pësuar ligji për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. Ne do të vazhdojmë në emisionet e ardhshme të ngelemi përsëri në tjetër fushë, në fushën e tatimeve, por dhe në fushën e sigurimit shoqërore. Ndoshta Fatmir në emisionin e ardhshëm ne do të trajtojmë pikërisht marrëveshjet në fushën e mbrojtjes shoqërore që ka midis Republikës së Shqipërisë dhe shumë shtete të Evropës dhe të botës, janë pikërisht të qytetarët të cilët jetojnë dhe punojnë në një vend tjetër të Evropës apo dhe më gjerë, ku me të cilët Republika e Shqipërisë ka marrëveshje në fushën e mbrojtjes shoqërore dhe është me interes për t'i njohur pikërisht qytetarët se çfarë përfitojnë pikërisht nga kjo marrëveshje në fushën e mbrojtjes shoqërore. Atëre, miru takofshim të martën tjetër nga ora 17 deri në orën 18.